Ka kaluar vetëm një muaj nga mbarimi i luftës. E kjo është ndeshja e parë në Kosovën e Lirë dhe e para pas 9 vitësh futboll në përfusha e Lëndina në ikje nga milicia e Serbisë. Andaj topi në këtë meç historik nga mesi i fushës e nis kryetari i Federatës së Futbollit, Recep Abdullahu. Këtu në kryeqytet, në këtë ditë të 11 korrikut, 1999 po përballen miqësisht Rami Sadiku dhe Prishtina. Andaj nuk po mungojnë as shikuesit në këtë përballje premier. Kjo fundit si klub elitar edhe në Kosovën e pushtuar tregohet e fuqishme fillimisht me golin e Kushtrim Munishit. Më pas shënon edhe Adil Vokri, ndërsa nderin vendasve u shpëton nga Nis Ylaj. Por, këtu veçbarit në fushë që nuk është prerë më së miri, nuk ekziston asnjë kusht tjetër për veprimtari sportive. E kjo ndeshje vetëm se hapi derën edhe për përballjen e parë ndërkombëtare të Kosovës së Lirë me 22 korrik. Vetë se këtu para mira shikuesve në stadiumin e vet, Prishtina e pret shkëndijën e Tetovës. Përballjen që e fituan vendasit me rezultat 4-3 e bëri të veçantë prania e heronëve që luftuan për çlirim. Andaj, parakalimi i Hashim Thaçit u përcoll me shumë duar trokitje. Liria po shijohej gjithandej. Kjo është diçka e pabesueshme për ne, shumë kënaqësi, e vërtet, me të vërtetë diçka e mrekullueshme për gjithë neve kjo. Si në shkallët e stadiumit, ashtu edhe në festën nëpër qytet.